Sekrete që askush nuk do t'ja u thot, më ndiqni me vëmendje. A e shifni këtë bimën këtu? Mbajeni mend. Astragalus ose astragalo. Quhet ndryshe bima e mrekullive. Më ndiqni me vëmendje edhe pse duket pak kompleks si argument. Përse lufton njeriu? A lufton për jetën? Pra, kjo është bima e mrekullive. Në Kinë praktikohet prej mijëra vitesh dhe shkenca këtë nuk e dinte dhe e pas kanë zbuluar kohët e fundit që kinezët pas kërkan të drejtë, që kjo bim është bima e mrekullive. Po si funksionon? E thjesht. Kjo bim, pra rrënjët e saj të astragalus, thahen dhe pastaj pije në formë çaji. Tregohet që e kanë përdorur kryesisht familjet mbretërore kineze. Bile, do t'ju them, në disa familje nuk dihet se përse, por ka ndryshuar edhe kodin gjenetik dhe i ka bërë ata që t'jetojnë më gjatë dhe më mirë. Tani, duhet të dini që shkenca, kohët e fundit është lajmi i freskët, ka zbuluar me të vërtet që kjo është bima e mrekullive. Sepse duhet të dini që në ekstremitetet e kromozomeve gjenden telomerët. Çfarë janë telomerët? Janë disa veshje që bën që mbulon, le të themi, kromozomet sipër, pra në ekstremitetet e kromozomeve. Dhe kur këto telomerët shkurtohen, derisa në momentin që arrin rrafsh, pra këto me kromozomet, vdesin qelizat dhe kështu që vdesim ne. Bile telomerët shkurtohen edhe në sëmundje të rënda, kardiovaskulare ose edhe me kancerin. Dhe ky lloj trajtimi jo vetëm që i mbron kromozomet, por i mban në statusin e mëparshëm, pra sikur ato mos të shkurtohen kurrë. Dhe mendohet që pikërisht në familjet që e përdorin këtë në Kinë ka jetuar njeriu më jetëgjatë në botë. E kemi bërë në një nga emisionet tona dhe pretendohet që ishte një njeri që merrej me barna dhe jetoi 530 vite. E di që ndokush nga ju dhe filloi të qeshi tani, nuk ka problem. Ne kemi thënë edhe për një tjetër kinez që ishte 256 vjeç, që jetoi, kjo është e dokumentuar, dhe edhe ky përdorte barna dhe kryesisht këtë barin që ju thash, pra astragalus. Tani, duhet të dini që në studimin e fundit që është bërë një studim shkencor nga shkenca, nga vetë shkenca që kanë vërtetuar këtë, kishte 40 vullnetarë dhe që të 40 vullnetarët doli si konkluzion që me të vërtet ky bar ose kjo barishte, rrënjët e saj janë rrënjët e mrekullisë, sepse i mban telomerët, pra që gjenden në ekstremitetet e kromozomeve, në statusin eksakt, pra më të mirë që mund të pësoj trupi ynë. Pra, jo vetëm që i mban mirë, por edhe i mban dhe më gjatë, pra që t'jetojnë më gjatë, që si përfundim ka njeriu më jetëgjatësi. Pra, jeton mirë dhe më gjatë. Unë ju informova. Këto janë informacione që nuk do t'i gjeni gjithandej dhe do të dëshiroja një komentin tuaj këtu në video, do t'ju lë dhe emrin, si që thash, këtu në video, dhe njëkohësisht do të dëshiroja që, sepse mes nesh pa dyshim ka dhe ekspert, do të dëshiroja një komentin tuajnë dhe të ekspertve që ta diskutojnë, sepse ky lloj argumenti është tepër i rëndësishëm, sepse çfarë kuptimi ka jeta nëse në radhë të parë nuk informohemi, dhe tjetra nëse i japim një shtyt se më shumë jetëson pikërisht me këto informacione, pra duke përdorur dhe barnat të tilla, sepse ne po shkojmë të përdorim barnat, po i lem dal nga dal ilaçet për të kthyer edhe një herë tek barnat. Okej? Kalofshi një mbrëmje të këndshme. Faleminderit, gjendemi për herë këtu bashkë. Natën e mirë.